Blendi Gonxhe duket se ka filluar të ndjejë afrimin e spakut. Ministri Edi Ramës del në shumë afera korrupsioni dhe tani ka filluar të heqë përgjegjësinë nga të gjitha çështjet që mund ta rrezikojnë. Pak ditë më parë, pamfleti denoncoi se si brenda një dite, Gonxhe ka firmosur 3 urdhra që i kalojnë sekretares së përgjithshme, Lambriola Misto, autorizimet për certifikatat e udhërrëfyesve turistik, kategorizimet e hoteleve dhe miratimet e agroturizmit. Por ky nuk është rasti i vetëm. Sot në fletorën zyrtare është firmosur një tjetër vendim, ku Gonxhe i delegon sekretares kompetencat për firmosjen e tenderve, urdhëroi delegimin e kompetencave të titularit të autoritetit kontraktor për kryerjen e procedurave të prokurimit dhe konkurimit publik për Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, sekretarit të përgjithshëm të ministrisë, zonja Lambriola Misto. Këto kompetenca do të ushtrohen nga sekretari i përgjithshëm, menjëherë me hyrje në fuqi të këtij urdhri. Kompetencat e deleguara në këtë urdhër mbarojnë me shfuqizimin e tij ose me pushimin e ekzistencës së organit delegues apo të deleguar, thuhet në urdhrin e datës 23 dhjetor, por që ka hyrë sot në fuqi. Gjatë ushtrimit të detyrave në Ministrinë e Kulturës, në Bashkinë e Tiranës, në Drejtorinë e Transportit dhe në Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe përmes kompanive të tij private, Blendi Gonxhe është përfshirë në shumë afera korrupsioni. Për asnjë prej tyre ai nuk është proceduar penalisht, por teksa po i sheh kolegët e tij që rropaten dyerve të SPAK, Gonxhe ka filluar të marrë masa. Shumë drejtorë, ish ministra, ministra apo krerë bashkish janë fundosur për shkak të tenderve dhe duket se Gonxha ja ka ngecur sekretares së përgjithshme. Lambriola Misto, e cila vjen nga Kuçova, ka qenë më parë sekretare e përgjithshme në Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe Gonxhe e mori me vete në Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sportit. Pra sërish Gonxhe është ai që ndikon pazaret, por në fund firmos Lambriola.